Ashtu siç kishin paralajmëruar, punonjësit e ecit të qafmollës në Mirdit vijuan sërish protestat duke bllokuar hyrjen e zyreve qendrore të firmës turke e Fatoglu, që po ndërton këtë vepër ujore. Të revoltuar punonjësit tregojnë për diskriminimin që u bët në raport me punonjësit turq, ndërsa flasin për rrezikun që u kanosë çdo punonjësi që punon në galeritë e ecit. Sipas tyre, në një vend evropian, shteti do reagonte fuqishëm ndaj dhunimit që u bët shtetasve të vet. Unë do t'i them atë lekë si ke bjevodët, a mos e lekë të Bankës Shqipërisë, se burri jot kryetari Kuvendit i mbron guvernatorin, kaq do më i thënë mënyra kryemallit. Dhe do t'i bëjnë thirrje Edi Ramës. Do t'i Edi Rama, këto a Mirdit, janë katolik komplet. Më na hiq tushit nga Mirdita, ose do t'i djegim të komplet tushit. Kto i thonë 3 viktima, as edhe një shoqërum. Si ka mundësi? Jina të rshnan mu që jina në punë, nuk na jepet as natën, as ditën pagesa që u bëhet turshve. Nuk kërkojmë pagesën që u bëhet turshve një lloj gjysmë atyne. Protesta e punëtorëve është mbështetur edhe nga sindikatat të cilat i kanë bërë thirrje qeverisë që të reagojë përballë këtij skandali, ose në të kundërt ato kërcënojnë me përshkallëzim të protestave deri në bllokimin e rrugës së Kombit. Para pak ditësh, si pasojë e rrëshqitjes së një masivi dheu në një thellësi prej afro 2000 metrash të një galerie në Hez në ndërtim e sipër, humbën jetën 3 persona, 2 shqiptarë dhe 1 turk. Edhe pse kanë kaluar 4 ditë nga kjo ngjarje e rëndë, ende nuk ka asnjë person të ndaluar si përgjegjës të kësaj tragjedie, ndërsa ky fakt i ka irrituar edhe më tepër punëtorët.